është monster vëlla, nuk ka lidhje me grekët ky, nuk ka se edhe mbiemrin ka Dule, domethënë do jetë në një krijesë e lidhur. Jo, s'ka lidhje me grek, as më intereso çfarë lidhje ka. Unë po them këta si quhen këto grekomdhej, çat trapin, si quhen këta loqet e kësaj, më fal. Grekomdhej. Varilisht, a më kuptove. Këta janë totalisht debil. Janë identik si debilet që kemi ne. Am këto që kemi kështu që na dalin që thotë Iraku është shqiptar, kjo kështu. Një do lloj jo. Am këto, por problemi është që këtyri është thonë më shumë dorë dhe kanë bërë vërtet krime këta grekët. Domethënë nuk kam ndaj shenjë që të them jo, nuk janë tamam grek tamam. Jo, varja se nuk ore, leti edhe Fred Beleri, i cili e ka të certifikuar origjinën, ose Bollano e kanë të certifikuar origjinën nga Kurveleshi, që më shqiptar se Kurveleshi, s'ka ku shkon, domethënë. Dhe ti thua, ore ndjen vetën grek, në fakt s'u shkofshin, ndjen vetën grek, mos u dukshin kur. Problemi është e kjo partia tjetër këtu. Kjo lista pa dolëm ke kjo. Nuk mund të ketë lënë Partia Demokratike që ta kuptojnë njerëzit që nuk kam në rreth as për Partinë Demokratike. Nuk mund Partia Demokratike. Sa për dini ti bëjmë një fillim. Jo, ashtu. Nuk mund të fuzi Partia Demokratike në zemrën e nacionalizmit shqiptar, në Vlorë. Sa po doja të sqaroja pak po. Jo, që dilja pikësh aty, po e bërë shumë bukur. Kjo lidhja fantastike në vendin ku është ngritur flamuri, ku kanë ardhur, ku çdo ditë vijnë nga 3-4 autobus nga Kosova me fëmijë që ju mësojnë që kjo është Vlora jon, vendi i pavarësisë, këtu ka ardhur Isa Boletini që për këtë luftuam neve se s'do ishte ngritur flamuri në Vlorë nëse Kosova nuk do bënte rezistencë ndaj serbëve. Kosova, Hasi, Kuksi bllokuan që gjitha kolonat serbe që donin të vinë këtu. Dhe është në këtë vend ti shkon e vendos, jo vetëm Vangjel Dula. Vendos edhe Petro Gjikurin në lista, i cili është një njeri që në shkurt ka festuar 111 vjetorin e shpalljes së autonomisë së Vori e Pirit, jugut Shqipërisë që do të marrë ta kalojnë në këtë moment. Si parti shqiptar. Pra, ky është përfundimi, pra nuk mund të flasun për lista në një parti terroriste. Dhe çfarë do të thoje që të kuptohet më mirë. Për shembull, sepse tanë shumë tut më burr. Arti shumë tjerës. Nëse që të shpjegoj diçka për shumë njerëz që vërtet kuptojnë thelbin se çfarë po them është kjo. Në partitë liberale, në gjithë botën janë më e dhjera e planetit. Në fakt, Partia Liberale në Shqipëri ka qenë është Partia Demokratike. Jo, se më kuptot, bëhet me qesh, pavarësisht emrit që i ke vënë. Ose guaskës që do të krijohet. Është Partia Liberale e Shqipërisë. Kjo është partia pas qesh fare, kjo është Partia Liberale, kjo u kriju si Partia Liberale. Dhe Partia Liberale është që çdo lloj mundje e pranojmë mrena, nuk e dia më kuptove. Thjesht të prishim traditat, janë këta që kanë firmos që për shembull gay martohen, orë të martohen, trashëgohen, bën çfarë duan, po mos ta qitin në ekran. Pra janë gjithë ta që kanë firmos për çdo lloj gjoje të kësaj natyre. Për shembull, nëse e kemi vënë re, që ta shohin dhe miqtë e mi që janë vërtet me Partinë Demokratike, megjithëse e di që nuk do i lejë trasia me kuptu se çfarë po them, është kjo. Nuk ka lënë ligj Partia Demokratike të ketë një që thotë, ne i themi jo kësaj, që është pro-shqiptare ose është pro-familjare. Jo, për çdo gjë kanë qenë të parat. Për shembull, nëse do bëhesh revolucion se më të them komunist, po ja morim, revolucion komunist në Poloni, janë të parat që thonë një gjë se ne do e bëjmë si Polonia, nuk arrin të futen fare mrenë se kush është se çfarë revolucioni po bëhet atje. Nëse do bëhet i djathtë ekstrem, ne jemi si kjo tjetër që i bi. Rumania. Bëhen atje për shembull në Siri futen këta
lëshgjatët. O e futi revolucion. Bravo, ne jemi si lëshgjatët e atyne. Ata kanë filluar, po punojnë shumë autostrada. Ma leta mbari logjikën e kësaj. Sinqerisht, ma leta mbari logjikën e kësaj, se është vërtet shumë e thjeshtë. Më kupto. Ra Sadami, ne ja bëjmë më keq se Sadamit. Sadami më i djathtë se Sadami nuk e bota e nona. Domthon këta janë shpirto ditë. Eksaktësisht. Pra nuk është parti. Këtë po shpjegoj që nuk është parti. Nëse doni parti, që duke fillu që nga se më them çdo lloj tjetër që nuk është bashku, kësa e di ça mu bë qefi jashtë masa, që ky dashej të paktën në fundin e vet thot ju dhjefsha mund të. Dhe është gjë më e bukur, i ka bu një nder të gjithë tirancëve, se me këdo që kanë fol Tirancë, është fakt ky, kanë thonë një gjë. A di çam tha të ta them herën e fundit që e takova me te, se kam qejf që mbas mbaron biseda, kur jam në studio e përcjell deri në shtëpi. I them mos ik me makinë, hajde të çoj ju, sepse kam qejf të bisedë në studio. I thash, pse po, ti mund të ishe fare mirë, i thash mund të ishe deputet. Tani tha, duhet ju lë trashëgim politikanëve që vinë, brava, tha, t'ju lë trashëgim që shikose, nuk shkohet gjithmonë duke u lpirë te teatri e duke shku te teatri. Të paktën ta lësi trashëgim, edhe mos fitoj, tha, dhe di që kam shumë pak shanse të fitoj. Po ta lësi trashëgim politik, tha, që mos jem, tha, me këtë njeri, tha. Të bëj, tha, një diçka ndryshe, një të djathtë, ndryshe një dhe më pëlqen, do në qardo të thua. Të vetmi njeri që unë nuk arrit kuptoj aty, që do i vinë mend më vonë ndoshta dhe ati do bëhet një ditë dashej, që vërtet nuk e kuptoj, është Duka. Bravo, e njëjta gjë. Nuk e kuptoj ai njeri aq babaxhan se si mund të rinë atë lloj. Domethënë, nuk ka njeri më babaxhan. Pse çdo njeri e ka i problem në veten e tij dhe ky është problemi me te. Ky e ndoshta e marrë këtë si punë qepës, që mos ta mojnë sysh, ku diun, se është alamet burri, domethënë ka një logjik shumë bukur. Dhe unë nuk është hera parë që e kam përmend si person, nuk është hera parë që e përmend. Pra, për dashejnë dhe këtë, të vetmit që unë kam pas respekt në i herë. Dashejt i heq kapelën sot, edhe ku më thoshin që dashej është normal, pavarësisht se më pëlqejte logjika, po thosha një gjë këtu. Është një vete që duhet të arrush. Dhe të shërbesh një krimineli pas një bosht, se Saliu është krimineli më pa bosht në këtë tokë. Është me sinqeritet është pa bosht. Fundi them që ja ka kalu dhe Zelenskit. Ai qa Zelenski. Zelenski dhe jetë shëmbulli i asaj. Shëmbulli si jam ka marrë hakun hebrejve dhe racës dhe. Po, hebrejt bëjnë atë tikun. Që një këshu që bëhet, që e kalun dhe këte, sepse që këshin mlet për Ukrajinasit, e ka po nga 24 milion. 51, la. 24 që i kapi kë. 24 ka kap kë. Tani janë statistika, nuk po flasë. Janë 24, i ka pas ky. 50 kanë qenë në 90-ën. 51 në 90-ën, kura komunizm. Diçka e tillë, bravo. Kur mori ky, 24. 18 janë të 18 milion, janë të vitit 2024. 18 milion. Kjo është edhe nga Zelenski, kjo është dhe nga numërimi. I qau 26 milion. 26 milion në 2024. Është kena një 3 muaj që në 2025, në më kuptove. Do keni një 3-4 milion nga aty. Do t'ja bësh këtë i kombi. Shiko se kuptova logjikën tënde unë herën e kaluar. The që Zelenski nuk e harron atë që ukrainasit ju kanë bërë hebrejve. Që ndër masak programet më të mëdha janë ato që ukrainasit bën. Është jo njerëzore. Në luftën e dytë botërore kundër hebrejve. Domethënë ata që ukrainasit që ishin lidhur me gjermanët. Po. Ata që çojt parat në front. Po, bravo.
i çoj në Mariupol të dore rusë. Po aty. Aty o dini rusë sa çaj u bën. I bë pastaj se nxin një nga një lakuriç nga bodrumet, dhe kishin vënë çeçen në të gjithë që të nxinin. Edhe Po. I nëzorit parë atë. Po, që të bësh? është për dhe qapu. bazi e the këtë, unë hyra në ardhë për të parë se ku ka lindur Zelenski. Zelenski ka lindur nga pjesa perëndimore e Ukrainës, ku janë më filonazistët. Ata që kanë qenë me trupat e Hitlerit, sepse pjesa lindore, ata që janë matan në Dnjeprit, ata janë kozakët, pjesa që u ishin me ushtërinë e kuqe. Pjesa këne ishin ata që ishin me nazistët. Ky ka lindur në mes të asaj zone ku është anti-hebraizmi më i madh. Bravo. Dhe ky ka folur rusisht dhe ky është rritur në Rusi. Tani është i sekret që ndoshta ti nuk e di. E gjithë kjo frym ka lind nga hebraizmi brenda Ukrainës. E gjithë kjo po them ka lind nga ata. Domethënë ky po vetëm po e zbato, po i kënoq, si thot ai Hoxha. O e ke kënoq. Edhe ky nuk Dhe unë nuk e kuptova logjikën tënde kur the emisionin e kaluar. Ky është duke marrë hakun e popullit vet, po i çon ukrainasit në zatër dhe po çon pikërisht. Kjo është këta dhe pjesës perëndimore, këta që kanë qenë me nazistët, ky po i çon te satëri rusit. Nuk ju del mo bari aty ne. Ky po i çon te rusët dhe pastaj dinë rusët se punojnë me ta. Por domethënë ti thua që nuk ja kalon. Jo. Atë sala ti mund të keq. Niqo. Në qoftë se Saliu do vdesi me pishmollik, është vetëm ku shef Zelenskin. Që s'ja kalova. Sinqerisht, po. Është i vetëm me pishmollik. Dhe pa ne, ndoshta është ajo forca që do me ardh prapë të bëjmë një kryeministër se ku diu mund. Ta shuj fare këtë vena në gjo. Domethënë tani. Seriozisht po të fletem ai dhe në pas të gjithë studimeve dhe në të gjithë konkluzioneve, nëse je me PD-n nuk je normal. Qoftë dhe votues, të kam zemër e nidhi mentat, po nuk je normal, ti ke nevojë për doktor. Dezintoksikim. Bravo, është e pamundur. Ti jesh i djathtë shqiptar. Dhe më i djathtë se unë jam afër nazizmit për sa i përket djathtët shqiptar. Dhe ti jesh me PD-n. Këto të dyja nuk shkojnë, vlla. Nuk kanë kurrin në asnjë hap tëndi. Duke fillu nga studiot, ku ti hedh çdo lloj helmi ndaj vendit, nuk ke një vepër që ti nuk ke dash me e pengu brenda këtij vendi, çfarë do qoftë. Më kupton? Ka qenë për të bëu naz, je mundu me bloku 3 vjet. Ka qenë për të futur në Europë, je mundu me bloku. Ka qenë për të hapi rrugë tjetër, je mundu me bloku. Ka qenë për të bëu shesh, je mundu me bloku. Ka qenë për të bëu një që se duhet shpjegu dhe kjo dhe shu që më erdhi fikrisht tash. Ka qenë për të bëu drejtësia, je ti ai që ke bloku deri në fund. Sepse shumë thonë për shembull, o drejtësia e Ramës, ma trego drejtësinë e Salës e njohim ne. E dim se çfarë ishte. Pra nga seleksionimi që do më keq për këtë lloj, si mund të them, krahasimi që mund të bëj. Në vitin 90-91, me 6 mujosha u kriju drejtësia. Ai mund që në pa. Domethënë nuk kishte më. Kush do të ulërote, kush do të sulërote, më të korruptum nuk kishte ku i bote nëna. Tash çfarë u desh? Pavarësisht se thon Sorosi e leshi e preshi. Çau desh? Është sepse u deshtryt ky mund që të seleksionosh që të bësh drejtësia e re. Po ta gjym kështu. Ky është longu. Ky është longu asaj, po duhet gëzohem se çka ka ngel mrena. Ai është tamam i fat. Pra, ai është marrë, kupton, kush ky është pak mërs. Italianët e kanë stronco, mund t'i fati. Bravo. Pra, është një hap që çdo shqiptar duhet të gëzohet për spakun, që t'i ndajnë pak seancat, që
u seleksionu diçka, se nuk është se ishin dy lloj seleksionimesh dhe në zgjodhë më të keqen. Ore boj një, sa të ngelin rrjet, nuk e di jam kuptove. Dhe tash hajtë fillojmë, dhe po të shikosh se çfarë ka ndodhur, për shembull ke Spaku, kupton se brenda Shqipërisë nuk kalon agjentur pa futur, sepse që Spaku është i kap nga agjentura, domethënë disa nga aty, kjo është një dhe një që bëjnë dy. Këtë nuk mund ta mohoj dot asnjë, as Spaku vet. Më kuptove? Shikon, ne tash e shohim sa thelli ka futur duart Greku dhe Serbia. Pra, nëse doni Shqipërinë, nëse doni familjet tuaja, ishtë një dorë nga PD-ja. Duhet jo të heqin, nuk po të fjalë të heqin dorë, ajo duhet shkri, nuk bohet. Tani ajo nuk bohet. Është ky Agroni, janë këta të rritë, qovë dhe këta të rritë, se këto janë budallëj. Këta janë budallëj, këta du në i qapë, që janë këto lapa e këto du në i vëm punë. Këto janë që kena prodhune, është a i longu. Këto që kena prodhune 34 vjetë, është lapa e është e tjere. Do më thënë, populist o jo fejist, nuk kanë as i vlerë, as i mendim, as një të nesme, zero. Vënë deputetit janë regullta, po u bona atë, është arritje, më këto, është ajo, Fillimin, bravo, efektet e ashtu, kjo është, nuk është. Pse them Agroni, sepse ka kalu një jetë paka shumë tjetër, më kuptove, dhe duke qenë më i logjikshëm, është mundësia që brenda kësaj partie të lindi një djathtë. Pra është ajo fryma që futet brenda partisë që bën ndryshimet. Në këto se për shembull Agronin e kemi pa që është fluid. Është fluid, po ta shikosh. Është fluid. Dhe duke qenë fluid, detyrimisht do pranoj çdo lloj, sepse dhe jeta e tij tregon që pranon çdo lloj ndryshimi ose adaptohet ndaj çdo lloj ndryshimi. Bravo. Adaptohet ndaj çdo lloj ndryshimi. Pra Parana ai nuk e ka bëu si ojofist, që është gjëra më shumë tum që ka globi, pra këta që po flas, që fola këta çunat e ri janë më gjynafët e prodhimit ojofist, dhe as i kap nga dëshira për të bërë pushtet për të bërë një lek, siç u kriju PD-ja në 91-ën, që u kriju, të kuptohemi që është template në gjitha kombet e botës, nuk është se u kriju vetëm kene. Jo, në gjithë lindjen kështu. Bravo, po çan do për shembull po ca kombe e kuptuan më shpejt. Dhe i kapën shpejt. Bravo, dhe i lani 3-4 vjeç këtyne ose 5 vjeç ose 10 vjeç dhe i largun komplet nga skena politike, se një parti e tillë nuk bën më. Është njësoj për shembull se ta mund të ndërtosh një kamion, do ta futesh në autostradë tash të heci me 300 km/h. Jo, nuk bën më, nuk është kamion. Kurse ne kishim gomar. Nuk bo, është. Dhe ata vetë dinë që nuk bëjnë, nuk është problemi se pa ja u them unë. Ata janë fjalën më të bukur më tha njëri nga këta. O zotri tha, ne kemi tha një të vdekur në shtëpi tha që s'na e pranon as morgu dhe as varrezët. Po, okej. Për listën e Salës unë morën vesh. Jo, për listën e Salës nuk mund të flas. Nuk do më zero, nuk mund të flas fare.